إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد Falënderimi takon Allahun subhanahu wa ta'ala, ate falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet dhe selamet tona ja dërgojmë dashurit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes tij, shokëve të tij dhe gjithë atyre që pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të nderuar, pasi që kemi përmendur dhe kemi thënë disa fjalë se magjia ekziston, sihri është i vërtetë dhe ndodh në mesin e njerëzve, magjia ju shkakton dëme njerëzve, mund të ju shkakton dëme fizike, pra në aspektin trupor, gjithashtu mund të ju shkakton dëme atyre edhe në aspektin shpirtëror, në aspektin mendor. Pasi që një gjë e tillë mund të ndodhë dhe ne mund të dëmtohemi, atëherë shtrohet pyetja, si mund të mbrohemi prej saj? Si mund të mbrohet besimtari nga magjia, nga sulmi i gjinëve, nga xhelozia, nga mësishi e kështu me radhë? Së pari, çdo musliman duhet të ketë bindje dhe duhet të jetë i sigurt se nuk ndodh asnjë gjë pos me lejen e Allahut azza wa jall. Tha Allahu në Kur'an: "Wa ma hum bidarrin bihi min ahadin illa bi idhnillah." Ata nuk kanë mundësi që t'i bëjnë dëm dikujt pos me lejen e Allahut azza wa jall. Edhe nëse ndodh një gjë e tillë, edhe nëse ndodh një sprovë e tillë, nuk ndodh ndryshe pos me lejen e Allahut azza wa jall. Çdo gjë ndodh me caktimin e Allahut azza wa jall. Mirë po, para se të ndodh, apo që të mos ndodh, çka kërkohet prej neve, që ne të jemi më të mbrojtur, që ne të jemi më të sigurt prej rreziqeve të tilla. Besimtari çdo herë sa më shumë që i shton punët e mira, është më i mbrojtur. Sa më shumë që i shton punët e këqija, është më i rrezikuar. Pra bëhet dallim i madh në mesin e njerëzve. Ai i cili jeton me abdes, ai i cili jeton me namaz, ai i cili jeton me Kur'an, ai i cili jeton me ibadete, ai njeri është më i mbrojtur, është më i sigurt. Ai i cili jeton me harame, fatkeqësisht, ai i cili ditën edhe natën e ka pa abdes, ai i cili ditën edhe natën e kalon pa namaz, ai i cili jetën e ka pa Kur'an, ai i cili jetën e ka në harame, ai i cili jetën e ka në gjunahe, ati të cilit i kalon koha në bastore, ai i cili edhe gjumin e ban duke dëgjuar muzik, ai i cili jetën e ka në harame të mdhaja, ai në shumë raste është më i rrezikuar, nuk ka venduar mbrojtje, nuk ka venduar perde, nuk ka venduar masa shtesë, sigurie që mos të rrezikohet. Andaj punët e mira, ibadeten dhe Allahut azza wa jall e mbrojnë njeriu nga gjërat e tilla dhe nga rreziqet e tilla.
Gjithashtu besimtari që të jetë i mbrojtur duhet të lexon sa më shumë Kur'an, e sidomos disa ajete apo disa sure për të cilat na porositi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ai i cili lexon dy ajetet e fundit të surës Bekare në mbrëmje, do t'i mjaftojnë ati deri në mëngjes. Allahu do t'a mbron. Ai i cili i lexon këto dy ajete, cilat janë këto ajete? Janë ajetet e njohura: Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun, deri në fund të këtyre ajeteve. Në mbrëmje, ai i cili i lexon këto dy ajete. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e porositi njërin prej sahabeve duke i thanë: thuaj në mëngjes edhe në mbrëmje nga 3 herë, thuaj Qul huwallahu ahad, Qul a'udhu bi rabbil falaq, Qul a'udhu bi rabbin nas. Lexoj këto sure në mëngjes nga 3 herë dhe në mbrëmje nga 3 herë, do të mjaftojnë për çdo gjë, për çdo rrezik, për çdo sulm, për çdo dëm, për çdo sprov. Allahu azza wa jall do të mbron, nga se ti i ke marr shkaqet, i ke marr sebepet e mbrojtjes. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tregoi Abu Hurairës radhiyallahu anhu, i cili në një natë prej netëve ishte rojtar. Abu Huraira e ruante pasurinë, mallin që është tubuar nga zekati i muslimanëve. E la pejgamberi sallallahu alaihi wasallam rojtarate duke ruajtur. Natën e pa një njeri i cili mundohej që të vjedh, që të merr prej pasurisë së muslimanëve. Abu Huraira e kapi atë: o ti filan, ti i cili mundosh me e marr pasurinë e muslimanëve, do të dërgoj ty te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Tha: o njeri, më liro, më lësho, nga se e kam prizori, kam familje, kam fëmijë të uritur, por atë kam dashur me marr. Abu Huraira e lëshoi atë. Ditën e nesërme i tregoi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: o Abu Huraira, t'ka gënji, do të vije përsëri. Abu Huraira e priste natën, nga se me siguri, me garancë, ky njeri do të vjen përsëri. Natën erdh ky njeri përsëri që të vjedh nga pasuria e muslimanëve. Abu Huraira e kapi atë. Tha: do të dërgoj ty te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Tha: më liro edhe një herë, më lësho, më fal edhe një herë, se prej zorit të madh kam familje dhe kam fëmijë fukara nevojtar, por urinë e tyre kam rrezikuar. Abu Huraira nga dhimbja për këtë njeri e liroi atë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: t'ka gënjur, përsëri do të vjen. Abu Huraira e vendosi që nëse e kap këtë herë, herën e tretë do ta çon këtë njeri te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Natën e tretë erdhi ky njeri, e kapi Abu Huraira. Tha: sonte ma nuk ka zgjidhje, sonte ma nuk ka lëshime, do të dërgoj ty te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Tha: a don që të tregoj diçka me rëndësi, që nëse e thua do t'jesh i mbrojtur nga shejtanët, do të tregoj ty një gjatë të dobishme, të rëndësishme, do t'jesh i mbrojtur, nëse më liron. Abu Huraira tha: tregon, do të liroj. Tha: nëse e lexon Ajetul Kursi, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, do t'jesh i mbrojtur prej shejtanëve. Abu Huraira e liroi atë. Ditën e nesërme pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: o Abu Huraira, çka bani ai njeriu që e zune, që e kape? Tha: ja Rasulullah, më tha do të tregoj një gjë me rëndësi, nëse më liron, dhe më tregoj. Më tha: nëse e lexon Ajetul Kursi, do t'jesh i mbrojtur nga shejtanët dhe nga gjërat e tilla, nga rreziqet e tilla që mund ta godasin njeriu. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: sadaqaka wa huwa kadhub, ta ka thënë të vërtetën edhe pse ai është gënjeshtar i madh. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: o Abu Huraira, a di kush ka qenë te ti 3 net me radh? Tha: jo ja Rasulullah. Tha: te ti 3 net me radh ka qenë shejtani.
Ai ka qenë shejtani në formë të njeriut, të ka treguar që shejtanët friksohen, ikin, largohen nga ai njeri i cili e lexon Ajetul Kursi. Mirë, po çka mund të themi ne që sot sa prej muslimanëve apo sa prej të rinjve nuk e din Ajetul Kursi? Subhanallah, në kohën e diturisë, në kohën e mësimeve të shumta, në kohën e përparimit të madh, në kohën që ti sot i sheh njerëzit të aftë për shumë gjëra, është i aftë në tregti, është i aftë në punë, është i aftë në gjëra të ndryshme, është i aftë në biseda të ndryshme, ka njohuri të vendit, ka njohuri botërore, ka njohuri të ndryshme. Nëse i thua që disa gjëra elementare të fesë Allahut Azza wa Jall ndoshta nuk është në gjendje të ju del deri në fund, një musliman të cilit i mungon Ajetul Kursia, ai musliman ka mangësi të madhe. Që është i rëndësishëm ky ajet, sa që kërkohet nga besimtari të lexohet brenda ditës, për çdo ditë nga 8 herë. Kur ta lexojmë atë, thuaje Ajetul Kursi pas namazit të sabahut, pas namazit të drekës, pas namazit të ikindis, pas namazit të akşamit, pas namazit të yacis. Thuaje Ajetul Kursi në dhikrin e mëngjesit, në dhikrin e mbrëmjes, në dhikrin para gjumit. 8 herë e lexon ti Ajetul Kursi, a je i mbrojtur? Je shumë më i mbrojtur. A je i siguruar? Je shumë më i siguruar, nga se ti vetëm në një anë ke caktuar 8 rojtar që të ruajnë ty. Mos të flasim edhe për rojtarët tjerë. Andaj ai i cili don që ta mbron vetveten, duhet ta mbron atë me punë të mira, me Kur'an, me dhikr, me dua, me ibadet ndaj Allahut Azza wa Jall. E nëse ndodh sprova, nëse ndodh goditja, e që fatkeqësisht kemi raste të mjaftueshme në për shumë familje të cilat kanë sprova të tilla, kanë ndonjë antar i cili është i prekur nga një gjë e tillë, atëherë besimtari ashtu siç e kërkon mbrojtjen, ashtu e kërkon edhe shërimin. E si bëhet shërimi? Shërimi nuk bëhet përveç se duke ju kthyer Allahut Azza wa Jall, duke lut Allahun Azza wa Jall, duke kërkuar shërim nga Allahu Azza wa Jall, duke ju kthyer Kur'anit. Me Kur'an përsëri bëhet shërimi. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, la ba'sa birruqa ma lam takun shirkan. Nuk ka ndalesë për rukje, që njeriu të bën rukje, të fryhet vetëm me Kur'an, nëse në atë rukje nuk ka shirk. Pra nëse nuk drejtohet tek magjistarët, tek sihirbazët, tek falltorët, tek xhinxhit, tek mashtruesit, tek dollovergjit, tek vjedhësit, tek ata që u aprishin jetën njerëzve, po drejtohet ku? Në Kur'an, drejtohet në Islam, drejtohet në mbështetje ndaj Allahut Azza wa Jall. Atëherë vjen zgjidhja me lejen e Allahut Azza wa Jall. Kështu ndodhi me një prej sahabeve, i cili quhet Abu Said al-Khudri radhiyallahu anhu, të cilët ishin një grup i besimtarve, kaluan pranë një vendi, dashtën që të pushojnë në ndonjë shtëpi, mirë po ata njerëz nuk i pranuan ata, qëndruan jashtë tyre. Mirë po prisi i tyre u kafshua nga akrepi, prisi i këtyre njerëzve u lëndua, u munduan që t'i gjejnë zgjidhje edhe shërim. Mirë po nuk e gjetën atë. Atëherë erdhën te këta besimtar, than, mos ka ndonjë zgjidhje për prisin ton, mos keni ju ndonjë ilaç, ndonjë shërim për zotriun ton. Çka ka ndodhur me te? Është kafshuar prej akrepit, është rrezikuar prej helmit. Abu Said al-Khudri ishte në mesin e tyre. Tha, mirë po ju nuk na pritët neve, ju nuk na pranuat neve brenda, andaj ne e kemi një kusht, kërkojmë për juve disa dele. Nëse na jepni ju ato, ne do të mundohemi që ta shërojmë atë. I a pranuan kushtin. Abu Said al-Khudri radhiyallahu anhu e fryu këtë njeri vetëm me një sure, vetëm me Elhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, deri në fund të surës.
Allahu Azza wa Jall e shëroi këtë njeri, i dhan delet, u kthyen në Medinë, dashtën që t'i marrin mirë, po than, së pari do t'i bëjmë pyetje pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, a janë të lejuara këto dele për neve? A janë halal? Nga se ne i morëm prej atij njeriu. I than, ja Rasulullah, kështu ka ndodhur dhe ne i kemi marrë ato, a na lejohen neve? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, ato ju lejohen juve, bile një pjesë prej saj ma sjellni edhe mua, që t'ju tregon se një gjë e tillë është halal nëse kushtohet për shërimin e një njeriu. Pra shërimi bëhet vetëm me Kur'an, dhe shërimi mund të bëhet me gjëra të cilat janë të dobishme për shëndetin e njeriut, me mjalt, me vaj të farës së zezë, me hurma agjue e kështu me radhë. Nuk bëhet shërimi me hajmali, nuk bëhet shërimi me nuska, nuk bëhet shërimi duke shkrir plum, nuk bëhet shërimi me gjëra të tilla. Shërimi bëhet vetëm me atë që e cakton Allahu Azza wa Jall. Kur'ani është jetë për neve, Kur'ani është shërim për neve, Kur'ani është shpëtim për neve, Kur'ani është modeli dhe ai i cili na mëson neve jetën se si duhet të ecim deri në fund të kësaj dunjaje, që pastaj të dalim para Allahut ashtu si Allahu është i kënaqur. Ne lutim Allahun Azza wa Jall, Allahu të na mbron neve dhe familjet tona nga magjia, nga mësyshi, nga hasedi, nga sulmi i gjinve. Allahu Azza wa Jall, të gjithë ata të cilët janë të sprovuar, Allahu t'i shëron. Të gjithë ata të cilët janë të sprovuar, Allahu t'i shëron. Të gjithë ata vëllezër dhe motra që janë të sprovuar, Allahu t'i shëron. Lusim Allahun Azza wa Jall, muslimanët kudo që janë, Allahu t'i ndihmon. Gjendjen e tyre Allahu ta lehtëson. Të varfërit tanë Allahu t'i pasuron, të sëmurët tanë Allahu t'i shëron, të burgosurit tanë të pafajshëm Allahu t'i liron, të vdekurit tanë Allahu t'i mëshiron. Lusim Allahun Azza wa Jall, nga dënimi i tij të na shpëton, në Jannatul Firdaus të na bashkon. Amin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.